Të nderuar shikues, mirë se vini në ciklin e emisioneve debative kushtuar zgjedhjeve lokale të 19 tetorit sonte. Do të ndalemi në komunën e Haraqinës. Ftesës për pjesëmarrje u përgjigj vetëm kandidati nga koalicioni Vlen, Daud Beqiri, ndërkohë që dy kandidatët e tjerë, ai nga Alanca Kombëtare për Integrim Skender Jusufi, si dhe kandidati i pavarur Fekri Bilali, nuk ju përgjigjën ftesës edhe pse ishin të ftuar në mënyrë të rregull dhe zyrtare. Në këtë emision do të debatojmë për çështjet kryesore që tangojnë qytetarët e Haraqinës, ndërkohë që kandidati i pranishëm do të shpalos programin, ide dhe vizionin e tij për komunën. Zotri Beqiri, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Fillimisht ju faleminderit për ftesën dhe mundësinë për shpalosin e programit ton para juve. Atëherë uroj se përmes këtij emisioni të japim përgjigje për banorët e Haraqinës për shumë probleme dhe çështje të hapura që ata i tangojnë. Haraqina që nga viti 1996 është komunë në vete. Prej atëherë kanë kaluar shumë cikle zgjedhore dhe shumë gjëra të premtuara, të cilat akoma mbeten për tu dëshiruar. Ju si kandidat për kryetar, çfarë premtoni se do të bëni më ndryshe se ata të tjerët? Është shumë e vërtetë se nga viti 1996, do me thonë vitin e ardhshëm, me 24 qershor, bëhen 30 vite që funksionojmë si komunë në vete, prej se është bërë ndarja nga komuna e Gazibabës. Dhe fatkeqësisht të njëjtat tema trajtohen edhe më sot. Dhe e dim se që 3 dekada me radhë, sa deputet dhe sa kryetar komunash i kanë fituar mandatet e tyre duke u zotuar në këto tematika dhe kushtet elementare për jetë, si që janë ujë për pije, kanalizimi, mbulimi i kanalit të famshëm në Haraqinë. Do me thonë, edhe pse kanë kaluar 30 vite, edhe pse jemi vendbanim 7-8 km afër kryeqendrës, ende ballafaqohemi me kushtet elementare për jetë. Por ne kur kena marrë guximin që të kandidojmë për kryetar të komunës së Haraqinës, e kemi përgatitur një ekip shumë të mirë, do me thonë, kemi profesionistë të ndryshëm, kemi ekspertë të çështjeve të projekteve dhe do të japim maksimumin tonë që zgjedhjet e ardhshme mos të flitet për kanalizim, mos të flitet për ujë për pije, mos të flitet për kushte elementare, por ne në fokus dhe në programin tonë dojmë të udhëheqim një fushat evropiane, dojmë të ofrojmë qytetarëve qendra sportive, qendra rinore, shtëpi kulture dhe të jemi një hub për para. Atëherë, cilat janë ato projektet e para që do t'i bëni vitin e parë pasi do të zgjedheni? Cilat janë prioritetet? Prioritetet në Haraqinë janë të shumta, por prioriteti kyç që i tangon problemet e qytetarëve, se rregullisht jam me qytetarët e Haraqinës dhe problemi kyç për ato është uji i pastër për pije. Do me thonë dhe ta kemi prioritet dhe do të japim maksimumin. Me njëherë pas marrjes së mandatin, do të ulemi me punëtorët e ujësjellësit dhe do të angazhojmë ekspertë të asaj fushë dhe do të shohim se ku duhet të intervenojmë që të kemi çdo shtëpi të ketë ujë për pije dhe ujë cilëson. Dhe të njëjtën kohë, projekt jetik që ka klubi jonë Shkëndia është që ta kemi një shtëpi tonën, një stadium tonën që e kërkon e gjithë rinia e komunës së Haraqinës. Të ndalemi pak te ujësjellësi. Atëherë thatë se është problem jetik për banorët e komunës së Haraqinës. Megjithatë, ai akoma nuk ka arritur të zgjidhet përfundimisht. Nga ajo që kam mund të shoh nga kryetari aktual i komunës, ai ankohet edhe për qytetarët të cilët nuk e bëjnë pagesën e duhur për shpenzimet e ujit dhe të mbeturinave. Si do të arrini ju ta menaxhoni këtë çështje në kohë që do t'ju mungojë ndoshta edhe buxheti? Po do kërkojmë buxhet edhe nga pushteti ekzekutiv. Mirë po problemi pse nuk paguajnë të gjithë qytetarët shërbimet për ujin për pije është se ka mungesë të ujit për pije. Edhe qytetarët janë të revoltuar se nuk ka ujë për pije dhe për atë edhe nuk paguajnë. Po pas marrjes së mandatit ne do të japim maksimumin që çdo shtëpi të ketë ujë për pije dhe besoj se edhe qytetarët do të vetë disonë dhe do të paguajnë me qef faturat e ujit. Edhe çështja e kanalizimit është një problem jetik për banorët e Haraqinës. A premtoni se do ta zgjidhni këtë çështje në afat sa më të shkurtër? Po, me sa kemi informacione që çështja e kanalizimit është ndarë në 3 faza. Faza e parë vetë se ka përfunduar. Faza e dytë është që të ndërtohet stacionet filtruese dhe faza e tretë është kyçja në shtëpi
të kyçe në gypat e kanalizimit. Mirë po, fazën e dytë për stacionet filtruse, ne kemi përkrahjen dhe mbështetjen edhe nga pushteti ekzekutiv, nga qeveria, ku jemi në kontakt me Ministrin e Mjedisit dhe Ambientit për planifikim hapësinor, dhe ato na kanë premtuar se dikun me sa kam informacion, stacionet filtruse mbi 3.5 milion kushton. Patjetër duhet të kryhet faza e dytë e kanalizimit dhe pastaj të shkojmë në fazën e tretë, kyçen në shtëpia. Kjo megjithatë sa kohë do të marrë? Besojmë brenda mandatit do të realizojmë këto dy projekte, të dy faza, do me thënë, stacionet filtruse dhe kyçe në shtëpia të rrjetit. Çështja e hapur dhe që ka të bëjë gjithashtu dhe me kanalizimin është edhe kanali i hapur në Haraçin. Një pjesë është ndërtuar, megjithatë diku 750 metër, nëse nuk gaboj, ende ka mbetur i hapur dhe aty ka afër shtëpi të banueshme. Ju a premtoni se do ta zgjidhni këtë çështje definitivisht? Po, këtë në të Haraçinës e quajmë kanali i famshëm, do me thonë që 3 dekada me radhë të gjithë partitë politike e kanë bërë fushatën me kanalin e hapur. Me sa kemi informacion, 2 faza janë kryer dhe mungon edhe faza e tretë ku kena marrë garancion nga qeveria se do e kemi në program edhe atë që ta mbulojmë. Deri ku ka shtëpi banimit afër kanalit, do me thonë ajo pjesë do mbulohet në tërësi. Dhe atë pjesë që do mbulohet në tërësi të kanalit do e shfrytëzojmë për shëtitore, do mbjellim fidane, do kemi kënd për lojna, fitnes të jashtëm, do me thonë nga kanali i famshëm që është përmendur, e kanë etiketu Haraçinën me atë kanal, do ta bëjmë një projekt luksos. Do me thonë ekziston një projekt konkret për këtë pjesë? Po. Okej, atëherë të ndalemi pak dhe të deponitë e egra në Haraçin. Në dalje të Haraçinës deri vonë kishim një deponi të egër që ishte rreth rrugës për në fshatin Grushin, do me thonë në dalje të Haraçinës. E njëjta deponi është dislokuar disa metra më poshtë, mirë po problemi nuk është zgjidhur. Kam informacione se ka filluar të ndërtohet një stacion për ndarjen, sistemimin e mbeturinave. A e parashihni ndoshta edhe një stacion për reciklimin e tyre? Po, vetë se është në ndërtim e sipër stacioni për reciklimin e mbeturinave. Dhe pasi të përfundon, do me thonë, fabrika për reciklimin e mbeturinave, besoj se do ketë një zgjidhje të përhershme të mbeturinave në Haraçin. Në dalje të vendbanimit toni kemi 2 deponi, do me thonë ku është duke ndërtuar stacioni për reciklimin e mbeturinave dhe në dalje të Haraçinës pikërisht në fshatin Nagushtak. Por pas përpjekjes dhe angazhimit të zëvendës kryeministrit të parë, zotëri Izet Mexhiti, dhe Ministër i Mjedisit, ajo para disa jave u mbyll përfundimisht ajo deponi e egër. Deponia e egër u mbyll, megjithatë nga ajo që kam arritur të shoh në publikimet në Facebook, nga komuna e Likovës, deponit i sjellin tani në komunën e Haraçinës. A mendoni se është e tolerueshme një gjë e tillë dhe ju a do ta lejoni këtë të ndodhë në talmen? Nuk do ta lejoj, nuk është e tolerueshme dhe nuk është etike, duke ditur se komuna e Likovës ka më tepër territor se komuna e Haraçinës. Do me thonë ato duhet të bëjnë një zgjidhje si në territorin e vet të gjejnë ndonjë hapësirë ku t'i hudhin mbeturinat, s'di pse ka nevojë të vinë në Haraçin duke ditur se me çfarë probleme ballafaqohemi ne dhe këto janë problemet kyçe që i tangojnë qytetarët e komunës Haraçinës deponitë e egra. Pse të vinë të na ngasmojnë neve dhe t'i hudhin mbeturinat në Haraçin ku e dim se ato kanë qenë kancer për qytetarët e Haraçinës për 30 vite me radhë. A keni ndonjë plan, program apo dhe mjete të siguruara ose mendoni që të siguroni për ndërtimin e stacioneve për reciklim që i përmendët? Po, vetëse nga kryetari aktual nga fonde ndërkombëtare sa kemi informacion e kanë fituar projektin për ndërtimin e fabrikës për reciklim. Dhe siç e thënë më herët, është në ndërtim e sipër ajo fabrikë. Dalim atëherë pak ndalemi te shëndeti. Në Haraçin, komunë me mbi 12.000 banor, kemi vetëm mjek, amë dhe asnjë trajtim tjetër specializant. A do të mund na thoni nëse ju do të siguroni shërbim mjekësor 24 orë, duke pas parasysh se komunat banorë, fshatrat përreth Haraçinës, ata nuk kanë as edhe mjek amë? E kemi prioritet, do me thonë, investimin edhe në shëndetësi, duke ditur se në Haraçin kemi vetëm ambulant
dhe barnatore. Kena dashur të morëm informacion që ka mundësi të bëhet ambulante Haraçinës 24 orë, se disa vite më parë disa parti premtuan dhe bënën ambulante 24 orë, po ajo zgjati vetëm një muaj gjatë fushatës zgjedhore. Dhe me sa kemi informacion për hir transparencës, ka mungesë kadrit mjekëve. Ka mungesë edhe në klinikat e qytetit, jo më në Haraqinë. Është shumë problematike që të jetë 24/7 ambulante Haraçinës. Mirë, po ne do kemi parasysh, do investojmë në shëndetësi dhe sidomos në fshatrat përreth Mujac, Orllac, Grushin, do bëjmë qendra shëndetësore që së paku 2 ose 3 ditë të ketë mjek am edhe në fshatrat përreth. Duke e ditur se në Haraqinë në nivel shteti ka natalitet më së shumti, na mungon pediatër dhe ginekolog. Këto do i kemi në fokus dhe do japim maksimumin që edhe në Haraqinë të kemi edhe ginekolog edhe pediatër. Duke e ditur që para 30 viteve në Haraqinë ka pasur ginekolog, tash në vitin 2025 fatkeqësisht nuk kemi. Okej. Atëherë, sa i përket çështjes së arsimit, në Haraqinë kemi aktualisht 2 shkolla fillore, të cilat mund të them se duken të renovuara, megjithatë mungojnë pajisjet për lëndë profesionale. Çfarë do të bëni ju në drejtimin e arsimit? Faleminderit pikës pari Zotit që kemi shumë nxënës, shumë të rinj në Haraqinë dhe arsimi do jetë pika jonë më e ndjeshme që do japim prioritet. Siç thatë edhe ju dhe potencuat që Haraqina me pushtetin aktual kanë bën investime në përshkolla, por kemi mungesë të kuadër të arsimtarëve. Dhe ata do shohim në një intensitet sa më të shpejtë të gjejmë kuadër për lëmit të ndryshme ku ka mungesë. Dhe dim se në Haraqinë i kemi 2 shkolla fillore, mirë po në disa pjesë të Haraqinës nxënësit janë të obliguar që të ecin në kom ka 2-3 kilometra. Do e shohim që të ketë transport për nxënësit në të gjithë territorin e Haraqinës. Se kemi, do me thonë, transport, po vetëm në disa pjesë të Haraqinës. Ato do kemi në fokus. Azotoni se do të ndërtojnë ndoshta edhe një shkollë tjetër fillore në pjesën tjetër të Haraqinë. Kemi në plan të ndërtojmë 2 shkolla fillore, shkolla më të vogla nga 5-6 klasë, që do i përfshijmë të gjithë territorin e Haraqinës që sa më afër ta kenë shkollën nxënësit e Haraqinës. A është kjo parapar në plan programa, keni marrë ndonjë miratim nga qeveria se do t'ju ndihmojë me mjete financiare për ndërtimin e shkollës? Kena në plan program, pa ajo shkon do të marrim, do me thonë, patjetër dritë jeshile edhe nga Ministria e Arsimit. Do jemi në komunikim rregullisht me ato që kur ta marrim dritën jeshile, do punojmë në këtë drejtim. Atëherë, në vitin 2013, në kohën kur në Saraj u ndërtua një shkollë mesme, ishte plani që e njëjta të ndërtohet edhe në komunën e Haraqinës dhe prej atëherë tani nuk kemi një gjë të tillë. Ju si kandidat për kryetar komunën e Haraqinë, a e shihni një gjë të tillë të nevojshme dhe nëse po, a do të planifikoni të bëni një shkollë të mesme? Për mendimin tim personal, besoj që momentalisht nuk kemi nevojë për shkollë të mesme. Mendoj që nxënësit e Haraqinës të dalin në qytet për të vijuar mësimin në shkollat e mesme. Dhe mendoj se është mirë për ata që do të socializohen, do të njoftohen me kulturat ndryshme të komunave tjera. Por nëse është e nevojshme dhe është kërkesë e prindërve dhe se me maturantëve tanë do të ulemi të bisedojmë edhe për ndërtimin e një shkolle të mesme. Keni paraparë ndoshta në programin tuaj bursa apo mbështetje për nxënësit në nevojë dhe ata që janë më të dalluar? Po, patjetër, do me thonë për nxënësit e shkëlqyer dhe studentët e shkëlqyer, dera e komunës së Haraqinës dhe dera e kryetarit të komunës do të jetë e hapur gjithnjë dhe do të japi maksimumin që asnjë nxënës ose student mos kalojnë pa mbështet dhe pa e financu, do me thonë me bursa të ndryshme dhe t'i shohim lart e më lart studentët tanë të Haraqinës që do na përfaqësojnë dhe do mburremi edhe ne si Haraqinë me ata. Kur jemi të nxënësit, studentët, por edhe të banorët e Haraqinës e shohin se problem të përditshëm e kanë transportin urban, që është problem edhe për tërë qytetin e Shkupit. Ju a keni ndonjë plan se si do ta tejkaloni këtë problem? Po, pse po ndodh realisht? Njëra ndër problematikat më të mëdha, siç e cekat edhe ju, transporti publik është shumë problem edhe në kryeqytet, lere më në komunën e Haraqinës. Me sa kemi informacion, do me thonë linjën e 55-shit është në kompetenca të ndërmarrjes publike të Shkupit. Me sa kemi informacion për një fshat afër që kemi Bërnjac, e ka
në kompetencë, domethënë ndërmarrja publike, kurse linjën për haraçin e ka një ndërmarrje private dhe domethënë asnjëherë nuk është në kohë të caktuar. Dhe të dilsh në kryeqytet domethënë ti shifsh në zonë se studentët, punëtorët e haraçinës presin me orë të tëra autobusin për haraçin. Kjo është një ndër problematikat më të mëdha që e kemi në prioritet dhe besoj tash pas zgjedhjeve lokale do ndrohet edhe udhëheqësia e qytetit të Shkupit dhe do të ulemi me ta që të shohim të gjejmë një zgjidhje sa më afat shkurte. Sa më të shpejt. Do të thonë keni biseduar me banorët e Haraçinës, por edhe me institucionet relevante. Megjithatë ju si komunë ndoshta a e parashihni ndonjë zgjidhje dalje nga kjo situatë me organizim të komunës, që mos të mbaremi ndoshta edhe nga qyteti i Shkupit në raste të caktuara, sigur tani se është problemi. Po, nëse nuk ka mundësi ndërmarrja, domethënë publike që ta kryejnë punën e vet, do e shohim atëherë privat do të gjejnë një afarist të komunës që mund të siguron autobus kombi që mund ta kryejnë atë punë. Dhe patjetër është të kryet ajo për komunën e Haraçinës. Atë ndalemi tek të rinjët dhe sporti. Haraçina nuk ka terene sportive, pra i mungojnë terene sportive, ndërkohë që e kemi klubin Shkendia i cili së fundmi ka shënuar rezultate mjaft të mira, megjithatë i mungon tereni sportiv. A e keni të parapartë të ndërdonin? E kemi të parapartë dhe unë si Daud Beqiri vi bashkë nga kryesia e ngushtë e Shkëndijës. Do me thonë dhe i di problematikat më mirë se kushdo tjetër për klubin tonë Shkëndia, që 4 vite nga riformimi i klubit, se për disa vite pas lufte ishte në pauzë klubi Shkëndia, kemi pasur shumë sukses. Do me thonë, momentalisht jemi në ligën e dytë dhe jemi pretendent për ligë të parë, por problemin kryesor nuk kemi shtëpi. Duhet patjetër që në vitin e parë do të angazhojmë që ta bëjmë një stadion për që të zhvillohen ndeshjet dhe paralelisht do punojmë edhe për një stadion për stërvitje. Ku do t'i merrni buxhetin për ndërtimin e stadiumit? Do të jemi në kontakt me Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut, do të kërkojmë ndihmë edhe nga pushteti ekzekutiv, një përqindje besoj se do e mbulojmë edhe me mjetet buxhetore të komunës. Komuna realisht ka buxhet të dobët, gjë që pengon edhe realizimin e shumë projekteve të tjera. Si do të rrisni të ardhurat komunale, çfarë mekanizma do të përdorni për të tërhequr investitor? Po, me sa kemi informacion, do me thonë, buxheti vjetor i komunës Haraçinës është dikun 360 mijë. Kemi edhe plan se si do e shtojmë buxhetin, do me thonë, të vedisohen banorët dhe të jenë të atim pagues të rregullt të komunës. Do kërkojmë edhe donacione të ndryshme, por e kemi në plan edhe një zonë të lirë ekonomike në Haraçin. Ne e dim se kufizohemi me komunën e Ilindenit ku në nivel rajonal ajo është komuna më e zhvilluar, kurse ne jemi komuna më e pazhvilluar në këtë drejtim. Po thonë që ato e kanë kryeqendrën afër, por edhe Haraçina e ka kryeqendrën afër. E kanë autostradën afër, po edhe ne kemi autostradën afër. Pse mos të kemi edhe ne një zonë të lirë ekonomike dhe të garojmë ndërmjet komunave se kush të thithë investitor më tepër, ku me thithjen e investitorëve dhe në Haraçin fabrika të ndryshme ndërmarrje do të shtohet edhe buxheti i Haraçinës. Ndërkohë të rinjët, çfarë do të bëni për të rinjët? Për punësimet realisht se ka shumë të rinj në Haraçin që janë të papunësuar. A ndoshta mendoni me këto investime të huaja do të hapen edhe vende të reja të punës? Po, pikërisht. Nëse do e bëjmë këtë zonën e lirë ekonomike, do ketë besoj bile mungesë të punëtorëve. Se vetë unë si kandidat vi nga fusha e biznesit ku miremi me prodhimin e mobiljeve. Fatkeqësisht kohën e fundit kena mungesë të punëtorëve se shumica po emigrojnë. Kemi në Haraçin fatkeqësisht migrim të jashtëm për në Europë, Gjermani, më së shumti dhe migrim të mbrendshëm spaku shkojnë në qytet në mungesë të kushteve elementare për jetë. Thatë se në Haraçin ka të hapura shumë biznese. A keni në programin tuaj ndonjë plan se si do t'i ndihmoni këto biznese për të zhvilluar edhe më tutje? Po, do me thonë do të mblidhemi, do sjellim ekspert të asaj fushë dhe do jemi në komunikim të vazhdueshëm me bizneset e Haraçinës dhe ne si komunë, si institucion shtetëror, do të japim maksimumin që t'i mbështesim dhe t'i përkrahin që të zhvillohen edhe më tepër. Atëherë sikurse në Haraçin, po dhe në gjitha vendbanimet mund të them në vend, ka vende publike që janë të uzurpuara dhe keq përdoren. Ju, çka a keni ndonjë plan se si do veproni në këtë drejtim?
Fatkeqësisht kjo është një problematikë edhe nivel shteti, jo vetëm në Haraçin, por ne e dim se ajo që nuk është e jotja, nuk e ki fitu me djerës, nuk mund të bëhet e jotja. Dhe besoj që duhet të funksionoj shteti së drejtës dhe ato hapësira publike të shfrytëzojnë për të gjithë qytetarët dhe shoqërinë në përgjithësi dhe jo vetëm nga uzurpatorët. Atëherë, uzurpimi i hapësirave publike apo e pengon ndoshta edhe infrastrukturën, ndërtimin e rrugëve dhe trotuarëve të reja, se ata të njëjtat i kanë uzurpuar? Po, është e pengesë edhe për realizimin e projekteve. Për këtë në këtë drejtim do të japim edhe ne maksimumin që të bindim edhe qytetarët që të zhvillojnë projekte të realizojnë sikur duhet, se ato janë në dobi edhe të atyne edhe të qytetarëve në përgjithësi. Infrastruktura në komunën e Haraçinës e kemi ndër prioritetet në programin tonë. E dim se edhe në Haraçin kemi rrugë të pasfaltuara, por sidomos ku kemi më së shumti probleme me projektet infrastrukturore janë në fshatrat përreth Mojanc, Orllancë dhe Grushin. Dhe disa fshatra kur ti shifsh të asociojnë në mesit. Ato do i kemi prioritet dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me përfaqësues të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe do i kemi prioritet që gjatë mandatit tonë deri në fund besojmë që nuk do ngele asnjë rrugë pa asfaltuar. Çka më konkretisht dhe në cilat vendbanime, cilat rrugë do të përfshihen? Me siguri banorët kanë dëshirë të dëgjojnë. Në disa pjesë të Haraçinës që kanë ngelur pa asfaltuar, por siç e thëka edhe më herët, më së tepërmi rrugë që duhen të asfaltohen janë në fshatrat përreth Grushin, Mojanc dhe Orllancë. Me siguri në takime të përditshme me qytetarët keni biseduar për kërkesat e tyre të përbashkëta të komunës Haraçinës, por edhe 3 fshatrave përreth. Cilat janë ata kërkesat apo interesat e përbashkët që banorët me këmbgul dëshirojnë që të realizojnë? Po të njëjtat kërkesa si në Haraçin apo ashtu edhe në fshatrat përreth, do me thonë të njëjtat problemi të angojnë edhe ato qytetarë të fshatrave përreth. Kërkesat janë do me thonë të kushteve elementare, siç e thekëm, ujë për pije, kanalizimi, infrastruktura në përgjithësi, por edhe një kërkesë do me thonë problem kyç që është në komunën e Haraçinës janë faturat e larta nga ana e kompanisë së EVN-s, ku zotojmë ne që pas marrjes së mandatit që nga dita e parë do të angazhojmë në drejtim dhe do shohim se ku është problematika, pse aq fatura të larta të vinë ose vinë në mënyrë paushale. Mendoni se ka ndonjë keqpërdorim? Mendojmë se ka keqpërdorim. Por do rishikojmë sikur duhet këtë dhe do jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me ekspertë të kësaj fushë. Sepse ndodh kjo në Haraçin. Sigurisht në Haraçin ka dhe banorë të cilat janë në kushte më të vështira ekonomike. A i keni parapar ndihmë ndaj këtyre banorëve? Po, edhe ato i kemi në prioritet dhe komuna do jetë e hapur rregullisht për 4 vite edhe për familjet në nevojë. Atëherë, zotëri Beqiri, për fund të emisionit, cila do t'ishte porosia juaj për të gjithë banorët e komunës Haraçinës? Të gjithë qytetarët e komunës Haraçinës më njohin mua si profil dhe i din aktivitetet e mia edhe në të kaluarën, si një afarist i suksesshëm, si njëri nga drejtuesit e klubit Shkendia dhe e din se kur ta marr një detyrë e jap maksimumin për të bërë më të mirën të mundshme dhe të punoj me përgjegjësi të plotë. Por edhe vetë kryetari i komunës e ka vështirë në Haraçin se e dim se siç e thekëm për 30 vite mungojnë kushtet elementare, e dim se ne mrekulli nuk mund të bëjmë, por do të japim maksimumin ku e kemi edhe një ekip të mirë. Se kur e kemi edhe një strukturë ekip të mirë, besoj se edhe kryetari do ta ketë më lehtë që t'i ecim proceset përpara. Ku do bëjmë projekte, do me thonë, për të gjithë problemet që i tangojnë qytetarët e Haraçinës dhe do trokasim në çdo derë të çdo institucioni, nëpër ministri, drejtori, ambasada, IPA fonde, fonde ndërkombëtare dhe do të japim maksimumin që të përmirësojmë kushtet për një jetë më të mirë edhe në Haraçin dhe të parandalojmë ikjen e të rinjve tonë edhe nga Haraçina. Do të thonë, përmes programit publik servisit publik, premtoni banorëve të Haraçinës se do t'i realizoni atë që e keni në plan program. Po, patjetër. Do mundohemi maksimum që ta kursojmë buxhetin e komunës Haraçinës, do kërkojmë ndihmë vazhdimisht edhe nga pushteti qendror, i pafundë dhe besojmë që me gjithë këto të hira, besojmë që mund të realizojmë projektet që i kena në programin tonë. Zotëri Beqiri, unë ju falenderoj për prezentën. Faleminderit edhe ju.
Të dashur teleshikues, këtu është edhe fundi i bisedës me kandidatin për kryetar të komunës Saraqinës nga koalicioni Vlen, Daud Beqiri, ndërkohë që për në fund edhe njëherë kujtoj shikuesit se dy kandidatët e tjera ai nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Skender Jusufis dhe kandidati i pavarur Fekri Bilali nuk ju përgjigjen ftesës son për të ardhur dhe për të paraqitur programin e tyre në servisin publik. Unë ju falenderoj që na ndoqët, mirëmbëjtje.